Ky vit për qendrën emergjente ka qenë një vit sikur krejt tjerë, domoni i stërngarkum për stafin që është aktualisht në qendrën emergjente, si ato të lartë, domon për specialist mjekësisë emergjente, për specializantë dhe stafin e mesëm dhe atë tjetrin shoqërues ndihmës, domon ka qenë një vit tetë i ngarkuar me numër të madh të pacientëve. Shumë interesant se qendra emergjente domon bën pjesë në grupin apo nivelin e trajtimit terciar në shëndetësinë e Kosovës dhe nëse bëhen krahasimet për shembull me qendra tjera të Evropës, ku atje de facto vazhdimisht bjen duke ra numri i pacientëve, të ne përkundrazi domon kemi ngritje të numrit pacientëve. Deri në këtë moment janë 99.017 pacientë. Është numër jashtëzakonisht i madh. Krahasim me vitin e kaluar, ku kanë qenë 96.294 pacientë, domon 4.000 pacientë më shumë. Domon një numër jashtëzakonisht i madh i pacientëve që kanë kërkuar trajtim në qendrën emergjente. Natyrat e smundjeve edhe të pacientëve që këtu kërkojnë trajtim janë për më të ndryshme që ekzistojnë, për aty në më eklamtonte, më të rënda, ndeshjet e komunikacionit, lëndimet e ndryshme si suicidale, si me armë ndryshme në zjarrit, me mjete sprehta, smundjet internistike të llojeve të ndryshme, për aty në kardiovaskulare, cerebrovaskulare, domon gjitha llojet e smundjeve të mundshme që ekzistojnë janë që trajtohen në qendrën emergjente. Do thotë përveç asaj që nuk kemi staf të mjaftueshëm si në qendër këtu, si në periferi, unë do të them që kuadri apo stafi i lartë i mjekësisë emergjente domon është kaplak. Kur thomi kaplak, domon është mosha domon diku përmi mbi 55 vjet. Mbi 55 vjet është mosha mesatare e stafit lartë që merren me trajtimin e pacientëve, si foli për specialistat mjekësisë emergjente. Kurse sa i përket kuadrit mesëm mirë që ndrojnë, në fund janarit presim që dalin diku 17 specializantë të ri. Domon që është minimumi i krejt minimumi për atyre që kanë neve në nevojitën. Në 2 konkurset e fundit, që i ka shpall Ministria e Shëndetësisë, domon kanë marrë specializimin, njërin 3 specializantë, kurse njërin 4. Ana i kemi kërkuar 2 nga 15 specializantë. Domon është nivel jashtëzakonisht i ulët. Arsyet nuk i dije. Nëse vazhdon kështu, edhe nëse nuk mund gjojnë ndonjë zgjidhje, për momentin atër është shumë e vërtet që rrezikon shteti jonë për me dhe morë për pas specialist mjekësisë emergjente. Është shumë e vërtet si një numër i madh i këtyre pacientëve vinë domon pa pas nevojë për trajtim në një qendër terciare. Është më çudit se numër shumë i madh i pacientëve vinë edhe për pa udhëzime nga mjekësia primare dhe ajo sekondare. Ti mund të them se një numër i madh i numrit përgjithshëm të pacientëve nuk ka nevojë që të sillen ose të dërgohen në qendrën emergjente dhe në qendrën klinike universitare të Kosovës, domon që të kryhet trajtimi i tyre në këtë instancë. Domon për këtyre pacientëve nëse e marrin në mesatare këtë vit, domon diku 330 pacientë brenda 24 orëve. Lirisht mund ta më thonë se 1/3 aty nuk janë për qendrën emergjente dhe për nivelin terciar. Një objekt i tillë për ne është i domosdoshëm. Edhe do të jesh një satisfaksion me vërtet atë edhe për punën tonë që ne nevojmë, po ky objekt është de facto projekt kombëtar shtetëror, edhe është i domosdoshëm për popullin dhe për pacientët domon që kërkojnë trajtim emergjent në qendrën emergjente.